ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Vllazën shumë të nderuam, ne të gjithë I falenderojmë Allahut Dhul Xhelal, I cili na ka mundsuar që të vim në xhamiat tona për të kryer ibadet, për të cilin ky ibadet nuk kryhet prej shtëpisë, as nuk kryhet prej vendit të punës. Prandaj I falenderojmë Allahut, kanë dhënë Zoti I Madh e udhëzon dhe kanë dhënë Zoti I Madh e lën në humbje. Shumë selame, shumë salavate I dërgoj Muhammedit alayhi salatu wassalam, për cilin Allahu Dhul Xhelal na ka nderu që na ka bë ummet I Tij. Edhe është me të vërtet një kënaqësi jashtëzakonshme dhe e veçantë që Zoti I Madh ati qofshin fal, këtyre plezhve tanë ja ka mundsuar me ra shahadet, për cilën ditën e kiametit shumë popull kanë me na marrë lakmi që jemi prej ummetit Tij. E ne I falenderojmë Allahut që me rahmetin e Tij, me gjitha sfidat, peripetit, pengesat, me gjitha sprovat që Zoti Dhul Xhelal I sprovon robërit e Tij, ne kemi qëndruar dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë besnik emanetit Tij. Sa të kemi mundësi derisa të na rrah zamra e derisa mushkrit tona ta lirojnë ajrin të cilin e marrim oksigjenin dhe e lirojmë dioksidin e karbonit me ra shahadet Allahut ati qofshin fal. Shumë selam e pejgamberit alayhis salam, familjes tij të bekume, besa shokëve tij shumë të nderuar, të cilët me plot kuptimin e fjalës, sa herë që I lexon trimrit e tyre, besnikrit e tyre, fascionohet besimtari se sa të mëdhej ishin ata që shoqëruan Muhammedin alayhis salatu wassalam. Mos të ishin ata besnik dhe fisnik ndaj këtij dini, ndaj porosive të profetit alayhis salatu wassalam, ne nuk do të na binte hise as me kuptu, e as me besu, e as me qëndru, se sikur gruri që pjeket afër grurit, edhe njerëzimi ka nevojë me u motivu, me njëjtën kohë me u pjek, me u trimnu, edhe me marr yrnek. E për këtë arsye gjithmonë heroizmat e këtyre burrave të mëdhej, e këtyre njerëzve të mëdhej, kanë me shërby për me na forcu, me na kalit, me na gdhënd, me na motivu, edhe të njëjtën kohë me gjetë mënyrën edhe formën që me u trimnu, që me ecë në rrugtimin tonë të përbashkët drejt kënaqësive të Zotit. Vllazën, pa ju ngarku, këto është veni ku duhet mu shkarku, këto nuk është veni mu ngarku, këto është veni vllazën me fitu optimizëm shpirti yt, këto është veni shpirti trazum, këto është veni mu qetësu. Mendja trubullume, këto është vendi mendja mu kthjellu, zemra e pa bo me rahat, këto është vendi vllazën që duhet këtë zemër plot iman, plot shpresë, plot besë, këtu me gjetë. Këtu është stacioni kur na besimtarët e kërkojnë rahmetin e Allahut, se kur zbresin melekt prej Allahut në tokë, më spori vinë në xhami. Për këtë arsye insistimi jon gjithmonë u kon me pas një ambient bukur, I cili ta harron problemin e jashtit. Ti e erdhi ngarkum, probleme në familje, probleme në punë, probleme në shoqëni, probleme në vende tjera. Këtu është vendi ku na duhet mu bashku. Këtu është vendi vllazën me gjetë një tro lezet që nuk I ka met kësoj dynjoje, një tro lezet jashta kësoj dere të bekume. Këtu është vendi vllazën kjo dituri
me ngjallë shpresë dhe ambicie për me adhuru Allahun Dhul Gjelal. Tu i përmend historitë e bukura, tu e lexu fjalët e Zotit, tu i qu salavat e pejgamberit Zotit, tu marr yrnek atu ku shpirti të kënaqet e zamra të qetësohet. Për këtë arsye ne i falenderojmë Allahut që na ka mundsu Allahu Dhul Gjelal me na udhëzu e me qëndru në din edhe iman. Vllazën, prej sodi edhe 4 dit, eventualisht 5 dit, ditën e mërkure e kena Bajramin. Pse thash 4 dit? 4 dit është dita Arafatit. Vllazën, nota Bajramit, na i thojnë na shqiptarët, i thojnë nota Bajramit. Por është dita më vlerë brenda 365 dite. Nuk ka ditë më të bekuar se ditën e Arafatit që koincidon me dita e martë. Data 26 është nota Bajramit, është dita Arafatit. Çka me bën këtë ditë? Mos e le pa ngjinu. Krejt që ka kena, pleq, e tri, gra, e fmi, krejt që ka ka, kjo shëqni, po është Allahin më se le pa agjeru. Pse? Se i ki 3 benefitet të mëdhoja, prej 3 milion, mja nisë mi numru dolin 3 milion, po 3 po du me t'i logarit. 2 janë drejt për drejt, një është qatë ditë që më varët për i teje. 2 i kitë sigurta, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që ngjinën ditën e Arafatit, ai që ngjinën ditën e Arafatit, le ta din që Zoti gjunohet e vitit kalum jafshin, edhe gjunohet e vitit të ardhshëm jafshin, se ka mundësi ti des e nuk e pret mu Arafatin e vitit ardhshëm, po e kitë sigurt me që të ngjinim Zoti shaq lirë ka bo gjennetin Firdaus edhe gjennetet e tjera sa që përdojnë veç pak ti, veç pak një maja, veç pak të redhgoj Zotit, veç pak kalzej Rabbul Aleminit që ti e interesu për gjennetin e ti, për rahmetin e ti, për dhëmshurin e ti, për falin e ti, a i po premta se unë ti fali. Këtu e në 2 shumë rëndësi, vitit kalum edhe vitit arshëm, se na nuk e dina, na është nuk e presëm vitin arshëm për me agjeru. E qasoj dite e ki këto të garantume. Kur jena në 10 e funit në Ramazan, qka thojna na? Zbret Gjebraili, vin me lekt, s'ko një plom që s'ko me lek që i bojnë Zotit i badet, ata me lek na motivojnë neve, e na trimnojnë neve që mos mu lodh notën e kadrit e 10 e funit Ramazan. Tash këtu është një ndryshim më interesant. Këtu nuk përmenen me lekt. I veç vet nuk vinë me lekt. Po në ditën Arafatit edhe Zoti, ati kur shumë falë, në qiellin e dynjos zbret, me lekt vet. Edhe ka ardhur hadith, thot, Allahu ju bahi el melaike, ju bahi me përkthy shqiptarqe, ama shqiptarqe, tamam, i bjen lavdërohet Allahu para melekve. Këta rëbë të mi kanë ardhë në Arafat, haqjit. E në ardhë, e na nëse s'kena mujtë me shku në Arafat, na po dojna me ngjinu qatit. Edhe me thonë Zotit, qka me thonë Zotit? O Zot, na jena lodhë, se gjënohet na kanë lodhë. Kur punë të ba mirë në aspektin metafizik, edhe materialisht, edhe pse shtrejtësime, ngarkesa, për saltanat, kur s'ka pos shqiptaria ma shumë se sëtë. Amo shpirt ati kena të lodhën, mendjet e kena trubullume, veç për shkak gjunoheve, veç për shkak se s'jena falenderus të mirave të Allahut, me i thonë Allahut, o Allah, falna, që to halyp Zotit për i teje. E thuje, provo, se Allahu Dhul Gjelal po dënë mu lavdëru në stikfarin tënë. Ti tu i thonë Zotit, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa hua ala kulli shenjë qadir, ka thonë pejgamberi a.s. Dita Arafatit thune që dovë.
Kur gjë mos def që to thuje, veç to thuje, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Gjithë ditën ditë morë të thuje që to. Së është dita e Arafatit, nota e Bajramit, thuje që to. Se vllazni, baba ju në kishtë thonë, Ademi a.s. Baba i njerëzimit, kur ka zbrit prej gjennetit, në Arafat, përsa të kamet emni Al-Arafe, e ka njoft, edhe e ka dit, Allahu ja ka pranu, ja ka fol, edhe prej gëzimit të madhë që ja pranej tëbën, edhe pranej Allahu prap në mesin e rëbëve të zgjedhën, Ademi tha la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, nuk ka zot tjetër përveç tij, një është, tërë pushteti, krejt fuqia, krejt kudreti, është në dorën e Allahut. Allahu, Dhul Gjelal, po pret prej teje. Te veç e ki për detyrë, nëse që të istighfar për i zemre, nëse për i shpirti, hape pra një faqe të re, me Zotin, o ti falë Zotin, mos e moj ti menën, a mi falë, a nuk mi falë, ti moj e fokusin, menën, qysh, unë e më konë i sinqert atë ditë që i dali Zotit në ditën e Arafatit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ditë më e mirë, vepra më e dashur tek Allahu se këtë ditë. Se këtë ditë, e në këto sahat, e në këta minuta, çfarë do vepre, ti vllazën Ramazana, këna thonë që e folë sunetin e drekës të Zotit i ki farz, a këna thonë qështu? Qështu këna thonë, qështu është, me hadith është, e vërtetë kja. Këna thonë që një farz të Allahut llogaritët si 70 farze jashtë Ramazanit. A këtë ditë të dashur të mia kalon, kanë thonë dietarët, a ka vlerë të Allahu 2 recate namaz note me 2 recate nafile ditën. Notën, dita. Tash jena të fol për ditën. Cila ka vlerën më të madhe? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka vlerë vepra e mirë tek Allahu më e madhe se sa sot. Sot. Domthon këtë ditë deri në ditën e Kurban Bajramit. Vllazën, çka me lutë Zotin, mas shumti, çka neve na vyn si popull, mos e harroni një kryesore, këtë cilën rreth qësoj pike, veç një. Tjerat Zotit i mëson, tjerat Allahut i të fillon, tjerat Allahut i udhëzon, tjerat Allahut i mundson, veç një, mos e harro. Thuaj Zotit, kërkoja Zotit, përgjëraju Zotit. O Zot bënëm, o Zot, shtoma dertin për dine për imam. Dertin, a dhe që dertin? Për okupimin. Mu gajlu për namaz, mu gajlu për sadak, mu gajlu e mu dërtlu, e mu preokupu, që në t'i kalëzë 4-5 shpreje, një shpreje që përdorin veç pleqt, e një shpreje që përdorin veç të atrit kullerat vlozni tun, e një shpreje që përdorin edhe këta vata, mu dërtu, mu gajlu, mu preokupu, mu halu, edhe këto, me pos derte, gojle me pos, që tonë ti, lutë Zotin, nëse ta mundëson Allahu ti mu preokupu, për din, për imam, nëse pa i gojle udhëzimin, Zotit udhëzon, nuk të lën të humbur. Ai ti të fillon, ai kujdeset, na është atë lën me shku deri te në buzë greminës, deri te limitet e kuqes, sa ato të kuqe tani vinë mu tu bo halo kuqe ma kuqe, halo, deri në fund. Zotit kop me dorë, tak, qëtë kënina, ti nuk je para nena, kënina je. Pse e ke pos dert, e ke pos gojle. Këtu po më kujtohet një ngjarje, pe u kallëzoj, që ka ndodhur vitin, a jena në 2026, kjo ka ndodhur vitin 2006. Fiks 20 vjet. Shkon një njeri, kish problem të madh me ndërhyrje kirurgjikale në dham. Unë 24-5 vjet e ku mojt një pjesë të bombes shumë e vogël në gojë. Nuk e kum ditë që e kam. Në për aeroporta, më nalëshin, bëki tit, nuk dishin që kam kontrollo s'ka lësha.
Në 2021 të dashurit e mi e kum hjek. Allahu ka dasht, Allahu më ka pështu, Allahu më ka letësu, Allahu ka bo amen, edhe ka kalu. Një plak në 2006 shkan të dashurit e mi të mjeku. Ku shkan të mjeku? Të dentisti, të ja regullu, edhe i bëhet komplet ato intervenime në dhëmë dykun $1.000. Edhe tha mjeku, këtë në gjarën e ka kalzu mjeku, tha ma boni ai zotnia, i cili ishte ma i shtymë në moshë se une, me amën zotit, burë që me pagu pa, po mu vanu pa. Hak i shmeti Allahut, tha mas një muje, tha, kur po një, tha, i pacienti kish ndru jetë. Kish vdek. Shkoj, tha, kur shkoj, qysh me alypën e borqin e vladve ti. Ka përcejnë, tha, ditë e pomës, ka përcejnë, tha, një ko, e thras djallin e madhë, e dytin, e tretin, nuk ka përgjigje. Edhe tha, kom qitë në harres, zote e boftarë, qa me bo? Mas 20 vjetë, tha, Allahu gjelle gjelaluhu për këtu 20 vjetë, tha, më mundësoj Allahu me qelë poliklinik, punova, zoti ma dha bereqetin e madh, investova, kur tha mas 20 vjetë, këtë vit, po vjen, tha, po më thot recepcionistja, është një vajzë e re, po të pret të recepcioni. Unë tha menova që po lyp me post termin, për dhamë. Qa këtoja, ja, tha, po lyp mu taku me ty. Edhe dal, tha, kur dal, ma boni, tha, apo më nje, tha shiu. Atë kujtuhet boba jam 2006, kur u orë dhe tja kënë rejshë dhëndë, filon pacienti me filon emnin, po tha, pedi. Atë kujtuhet, tha, një vojzë e vogël, tha, e cila, tha, shkajke, tha, me ta, për dore, tha, po, e qaja vojza, tha, jamone. E ta shta jo mbo për martes, tha, one. Edhe tha, Allah ma ka caktu mu martu, tha, në tash martuna, mas 4-5 dite. Mirë po tha, zotim ka qu bereqet. Kom kry, tha, shkull, edhe para se me dek boba, para 20 vite më ka thonoj bi, që ati mjekut mos e le pa ja këthy burqin, her do kur do. I kom thonë, o bob, nuk e lo, nuk martuna, pa e këthy burqin. E unë tha, i morë, tha, me ta këthy burqin e babës. Se mas 4-5 dite, tha, martuna, e du me qu betimin tem, edhe besin që e kom dhonë babës në vend. Valloj, tha, aqë shumë, tha, i më prek mjeku po kalzan, i kom nëzirë, tha, pi zarfi, $900, tha, ja kom këthy, i kom thonë, ven babës tënë, po dune, me të shpërblyt shka për tarsëm, që kimu për martes, që kimu martu. E $100, tha, ja kom marë, a edhim pse, tha, ja kom pranu këtu $100. Vesta s'kom dashta me janë nënqmu mundin, sa ja për 20 vjetë, tha, ka kry shkoll, e ka punu, e ka pos gajle burqin e babës. Edhe ka besatu me babën që nuk martohet bia jote, pa dhe la burqin e babës. Lazën, krejt që ka kena, janë dhëndit e zotit, ati ku shumë falë. Falenderan e Allah, veç banu preokuponi, gajlohuni, dërtohuni me Allahun që ta lypin. Populli shqiptar ka nevoj me shtu intenzitetin e dërtit tek Allahu. Sepse kur kemi dërt, e kemi gajle, e kemi preokupim, Allahu dhul gjelal na mundëson edhe me falenderu, edhe na mundëson mos me hup. Mos me hup lirin, mos me hup shtetësin, mos me hup pavarësin, mos me hup mirëqenjen, mos me hup shëndetin, mos me hup mirësit, mos me hup begatit, cilat Allahu na i ka dhuru. Se dikush u lodh për këtë, jemi lodh të gjithë, ama nuk ban shpirti më na u lodh. Trupi s'ko gajle, problemet që ka i ki, gajle që i ki, dertet që ka i ki, idhënimet, nervozat, klutna, unë e vetës pe i tham, po të tham edhe ty si vëllah. Edhe po të thamë kushdo që e ngën këtë hydbe,
E kushdo që e nin këtë hutbe, mos i boj me zamër, për zot Zotit, mos e rënoni zamrën, po boj me kry. Kry të çon boll. Kry të çon boll. Ai i cili i bort me kuk e qetson shpirtin dhe zamrën. Ai që i bort me zamër, vllazën e bllokon zamrën. Edhe e hup sabrin. E na dojna me bojt me kuk, që mos me hup sabrin edhe mos me shkatru zamrën. Allah inshallah na ruan, e na udhëzon, e na lehtëson. Vllazën, peshene, na jemi vesh në finalizim punimeve. A jena në obligime më borë që sa të dush 13.000 euro bërë që kena për këtë punë. Wallahi, billahi, tallahi shumë bërë që jena. Për hirë të Allahut ndihmonani, edhe ata që na nin, edhe ata që na e din, ndihmona të krym. Kena vade, kena uzdaj, ka dale kena me kry, me amën Zotit. E kena ndreq edhe kulmin e xhamisë. O pasha Zotin, e kena ndreq edhe atë pjesën e rejtë xhamisë, që me shku tash të dilni këqërni kur të krym, që sytë me të knaqen. 3 muj ditë veç kupull kena bo, që çfarë kupull e kena regullu. E vetëmja kupull në Kosovë është me dru. Krejti kanë tjertë me beton, veç na kena me dru. Qështu e ka marru Ibrahim Kurdi, rahmeti po shpirti, me bacin Ademe, plët burra, tjerë haxhiler që jënë lodhë, që na e kena lullu, e kena hidise, e kena zbukuru, te pijat na kanë ardhë, Allah ishë përbleft, shumica është pagu në kamet edhe një pjesë e vogël e te pive, pa e pagu, po s'dojna mi shtru për Bajram, bol lakmi kum pas, po s'pishtrujmë pa hje krejt skelet e me pastru, kështu, tuto, kompleto, kon, pluhën, mos me lanë, për që ata si kena shtru. E kështu që vllazën i kena do të pijat vjetra, qëtu që i kena mas gjumos një adhët djem të ri, nalni, e i nimën i petriti, zë vetën s'munët, atë pjesën e re për Bajram e bohazar. Qure, e kena bohazar dhe kursi në xhamis, pesheni, kësoj të thojnë kursi. E kena bo modifikume mi përngjo hutbes, se derset para gjumos atu kena mi moj tash me amen të Zotit, ati kof shumë falë. Do më thonë, një gërshetim mes klasikës edhe të moderne se kena këtë xhami. Ka dale, Zoti ka më animu, ati kof shumë falë. Njetën e kena të paqë, menën e kena të hajrit, vallahi, billahi, tallahi ka mu kry kjo punë. Kime po, veç është mundësia për ati cili do më animu. Ai cili do më animu. Allah në ka animu, kena udën, veç uda, kur është maru para 1 vjetë e gjys, tash i bën 2 vjetë, e ka vlerën minimum 15.000 euro e ka vlerën, hyp një nalë këshërni, uda e bacit me këtebi. S'ka bërë udë më të mirë, kun heq, e kena botë tamam, ato i pajtojnë a gjoqët, ato i zgjidhën problemet. O vëlla, dhja ti cilit ta këput kanopin, se kur jenë zërë, dhjen me adhon, veç se bën malë, heq, veç me krypun. Për këtë arsye, na përdojna me pas këtu një vend, ku i zgjidhëm halët e dertet e vëllezërve dhe motrave tona. Për këtë arsye e kena bon. Wallahi, billahi, tallahi, unë 20 vjetë në këtë muj kom bo që jam imam, zyrtarisht këtë xhami. 20 vjetë. Wallahi, 20 herë deri që tash kësha mujtë me ndreqë këtë xhami. Po të i dhonë për parësi xhamive tjera. E të i dhonë për parësi vëllezërve, motrave tjera të nga, mi ndreqë, e mi regullu, mi lullu, mi vëllu për para më prioritet. E në fund dikur me drejt pleq të xhamis, ta në hëgje, kur dënë me në ndrejt xhamin tënë, hajtë se kovart, ka që edhe që xhami, hajtë që edhe qiton, e harrum shpin, kjo shpia jonë, e harrum shpin tënë. E në ata që kena bunjet qësoj shpije, shpist Allahut, me a bo që të argat për hirtë Allahut. So të bo, ka pak, i qënë Zotit argat e vetë, i qënë Allahut, mos u bë marak, me amën Zotit këmë në animu, ati kov shumë falë. Po së të qinë e prapë këna me qitë, vëllaj po se zbohët pa ta, sepse jemi do më thonë në finalizim, na duhet me i kry që të punë, inshallah Zoti na i të fillon. Faleminderit shumë vëmendje, na është pak e zgjata, më falni se po tani që ka gjatë me fol, por kom fol stuti komplet vetën time e kom qitë para jush, edhe po bisedoj sikur me antar të shtëpisë tem. Realisht ne jemi antar të shtëpisë të Allahut. Kështu na duhet me llogarit
edhe me vlerësu njëri tjetrit. Shumë respekt për secilin veç e veç, Zoti ju shpërbleft, Allahu ju gëzoft, Allahu ju begatoft. Une për punët e Allahut, për shpinë e Allahut, për robët e Allahut, nuk pritoj, edhe nuk ngaldalsuna, se e kam për Allahun. Veprat, nashta fjalët nuk dolin mirë, edhe nuk di mu shpreh çka e thot gjuha e shpirtit edhe e zemrave tona. Allahu na e pranoft. Shoqër që është një ajet i bukur në Kur'an, shpesh kujtone. Zoti thot, Allahu e din e ju nuk e dini. Alhamdulillahi wahda. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد زوتي ختم القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مصو الشتساهني e mos u likshtohuni, se ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Allahu na mundsoft e qofshit faqe bardhë. Haxhi Muharrem thirrë ikametin e banu gati ta falëm farzën e xumës.